Mirë mbrëma, unë jam Nefaili Meraka, përfaqësues i këtij komuniteti këtu ku ndodhemi. Tashi ne çore privilegj ardhe këtu në këtë zonë. Është hera e dytë. Hera e parë keni qenë në 2005 të rruga më poshtë. Dhe siç problem, zonat tona do në mbi 70% të djatha dhe me krenar. Prapë kjo është një ukuri mirë që besoj që do arri prapë dhe më lartë. Shumë faleminderit. Unë them me fitore. Unë do të shkrisja ca problematika, fajkisht, po Zabidi para me i tha ato që ishin aty. Ne emrin të komunitetit, ne dihet që jemi të diskriminuar. Si zonë e djathtë që kemi kushte më minimale të ekzistencës si njerëz. Më të diskriminuar që kemi qenë ndonjëherë. Ku qëndron kjo? Kur fëmia im, unë detyrohem të paguaj autobus, furgon për çfarë fëmin tim në shkollë apo për i kopsh. Kjo është diskriminim për mua. Në një kohë që taksat i marrin si gjithë tjerë. Punësimi selektiv. Gjithë demokrat i ka rafshuar nga puna, të gjithë demokrat, kurse këtu tash ja vetë për terroristët. Nuk unë të pak të shpresoj se unë kam qenë një punësor në kohën e Berishit dhe jam krenar për atë kohë që kam punuar me Berishën. Unë shpresoj, çdo gjë duhet meritokraci. Ai person që e meriton, ai do të shkojë në vend puna. Jo për njërin apo për tjetrin. Tjetër, nuk do të flas, i tha Moza, problematikat çka zona jon. Nuk po flas as për rrugë, është turp që mos kemi një kanalizim ujëzeza. Kanalizim ujëzeza. Nuk kemi linjë urbane. Kanalizim ujëzeza. S'kemi linjë urbane, do rrinë njerëzit garth atje ku rrit procedurë urbane pa vi këtu. Për të kryer një shërbim, detyrohemi të marrim makinat tona apo ato gjobat e bashkisë që ne dim shumë mirë si jemi. Gjithsesi, pak a shumë këtë problematika u e zëruan dhe për mua fitore të gjitha. Falenderoj shumë, edhe të siguroj se ne do bëjmë gjithçka për punësimin, sikundër e theksoj këtu, çdo punojës i ndershëm që u shërben qytetarëve është respektuar dhe do respektohet. Por patronazhistët, ata të cilët kanë faktuar se nga mjezi gjerëndark merren vetëm me interesat tyre personale, ndajnë para dhe pasuri publike, ata do të përballen me ligjin edhe si kriminal elektoral. Po, në qoftë se ti je emëruar drejtore shkolla apo je emëruar mësuese për të mësuar fëmijët e komunitetit dhe ti përdor këtë post për të ushtruar terror, për të mbledh karta identiteti dhe për të ushtruar terror në mënyrë absolute, do të dënohesh si kriminale elektorale. Ne të themi zbato ligjin, ne të kërkojmë të zbatosh ligjin, ne të kërkojmë ti qëndrosh besnik profesionit, misionit që ke, ama s'dor mirë, edhe ne në pushtet do të t'japim atë që meriton. Sikundër, çdo punojës i ndershëm do respektohet. Për sa i përket infrastrukturës, ju keni shumë drejt. Do jap një shembull. Morën dhe ndërtuan për të vjedh, absolutisht, tuneli i Llogaras. Tuneli i Llogaras, oferta slovene ishte 130 milion euro. Shkuan në Turqi, Rama me Ballukun, gjetën ati një kompani, ja dhan asaj 180 milion, tuneli po shkon 230 milion. Tani, pristi. Ky tunel shërben 3 muaj, 4 muaj. Shkurton rrugën gjithsej 13 minuta. Me orë, 13 minuta. Ky tunel e përjashton nga udhëtimi turistik
qafën e llogaras që është një nga bukuritë më mahnitëse. Se male kemi shumë, edhe qafa kemi shumë, po qafë në cilën del dhe duket deti pa fund dhe malet të anën tjetër, llogaraja është e vetme e tillë. Dhe këta tani ja bllokojnë rrugën që llogaras, dhjetra milion mbyllën, i falimentojnë bizneset për të marrë 50 milion euro. Vim, pse e shtrova këtu? Jo vetëm për vjedhën e 50 milion, dhe po shkon 80 milion që është e vërteta. Por, me ato 200 milion, ujrat e zeza dhe kanalizimet nga Semani, gjerë në Ksamil, mund t'i bëj dhe furnizimin në ujtë të përsosura. Po këta derdhin ujrat e zeza në detra dhe liqen, kudo, dhe rrinë ku të shohin ku mund të vjedhin më shumë. Kjo është e vërteta. Edhe këtu kanalet, ai çfarë bënte? Ai që është atje, ai e meriton 7 pash më thellë për vjedhjet që ka bërë. Veliaj. Ka mbjell 1 milion pemë. Në absolute, ka vjedh për fidanet e 1 milion pemëve. Dhe pemë nuk janë kërkum. 1 milion euro sponsorizim vllaut vet Uanit. Telefonis Uan, ku ishte vllau i tij, njeriu i reklamave. 1 milion euro po thuaj. Një lloj si Laila Asadi, garderoba e Ajolës. Por problemi është se dardhat i hanë Edi Rama, ndaj edhe këta vazhdojnë hanë dardhat të gjithë, dardhat prishura. Ka dhe lotot, djali, për një pyetje për lotot. Edhe për lotot. Ishte një për ndihmën sociale dhe një për lotot që përhapën. Lojrat e fatit. Lojrat e fatit. Lojrat e fatit janë lojrat e Olsit. Tjeni sigurt ju. Aq sa mund të dash Tymin nga Bloza, mund të dash Olsin nga Bixhozi. Po. Lojrat e Olsit. Përshëndetje doktor, përshëndetje të gjithëve. Si drejtues politikë sesioni nëmër 2 tek shkolla e baletit, sot tek po mendoja të vija në këtë takim entuziast, filmova faktin që mbrapa bashkisë së Pollazit, gjenja aktuale e rrugës dhe sheshit, e cili ka viti që drejton bashkinë, nuk ka shtruar asnjë pllak, as para bashkisë zyrave, as pas bashkisë. Pollazi, i cili pretendon të bëhet deputet. Florian Pollazi është i mini bashkisë. Njësia nëmër 2.